se kryeministri është i detyruar të përgjigjet interpelancave të kërkuara nga deputetët. Kjo përgjegjësi kushtetuese e kryeministrit është e padelegueshme, zoti kryetar i Kuvendit. Interpelanca është një mekanizëm kontrolli që deputetët e ushtrojnë ndaj pushtetit ekzekutiv. Nëse kryeministri e konsideron veten mbi Kuvendin e Shqipërisë, në hierarkinë kushtetuese dhe mënyrën dhe sistemin kushtetues që kushtetuta jon ka përcaktuar për qeverisjen, e ka përgjegjësi të vijë të jap llogari në Kuvend. Tani ju nuk mund ta kaloni me një fjali që kryeministri ka deleguar ministres, sepse ne nuk kemi kërkuar në interpelancë ministren. E përsëris, po dua ministren, e kemi thirrur, do ta thrasim përsëris sa herë të çmojmë që ajo do t'i jap llogari Kuvendit. Në rastin konkret kemi ftuar kryeministrin e Republikës së Shqipërisë. Tani, zoti kryetar, a keni mundësi, ka mundësi, ju lutem, të respektoni kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit? Kushtetuta ju detyron të sillni këtu kryeministrin. Nëse nuk e sillni dot, duhet largoni ju.